Ndëroi jetë në moshën 86 vjeçare, regjizori i shquar shqiptar Piro Milkani, një nga kolosët dhe baballarët e kinematografisë shqiptare, me mbi 20 prodhime që qëndrojnë në majën e artit dhe kulturës. Homazhet dhe ceremonia për kinematografin e njohur u zhvillua këtë të diel në orën 13. Lajmin e trisht e ndau i birit i Eno Milkani përmes rrjeteve sociale me anë të një mesazhi prekës. Piro Milkani ishte një prej figurave më të rëndësishme të kinematografisë shqiptare, me një karrierë të gjatë dhe kontribut i jashtëzakonshëm në artin e regjizurës. Ai do të mbahet mend si një nga personalitetet e dashur dhe të respektuar, jo vetëm për talentin, por edhe për dashurinë dhe për kushtimin ndaj artit dhe familjes. Filmografia e tij e shquar nisi qysh në moshë të re, kur në kinostudion shqiptare doli filmi Aq i dashur, Ngadhnim mbi vdekjen, më 1967, i pasuar me Përse bien këto daulle dhe Kur zbardhi një ditë, me 3 episode, më 1969 dhe 1971. Një gjurmë të fortë, Milkani do të linte me 2 prodhime të radhës kinematografike, Shtigje lufte më 1974 dhe komedia Aq e bukur, Çifti i lumtur, me kastën më të mirë të aktorëve shkodran, si dhe ngjitjen që do të vijonte me 2 serit, Zonja nga qyteti më 1976 dhe Një shoqe nga fshati më 1980, që mbetën deri më sot në zemrat e shumë shqiptarëve e janë ndër filmat më të ndjekur komedi. Pa haruar më tej Besa e kuqe, Pranvera nuk erdhi vetëm, Gjenerali i ushtrisë së vdekur, së bashku me regjizorin italian Luciano Tovoli, për të finalizuar me ngjyrat e moshës në kapërcim të 2 epokave historike të vendit, 1990 apo L'America me 1994 dhe Trishtimi i zonjës Schneider më 2008, kur filmografia e tij u pasurua edhe më shumë pavarësisht tranzicionit të vendit. Piro Milkani lindi në Korçë më 9 dhjetor të 1939, pas mbarimit të shkollës së mesme në qytetin e tij. Ai vazhdoi studimet në Akademinë e Arteve të Bukura në Prag të Çekosllovakisë, ku u diplomua si operator filmi. Gjatë viteve të studimeve, ai realizoi filmin e tij të diplomës, Nenavis, Mosmirnjohja, i cili shënoi fillimin e karrierës së tij të suksesshme në kinematografi. Pas kthimit në Shqipëri, Milkani filloi punë në Kinostudion Shqipëria e Re si operatore, më pas si regjizor. Ai ka realizuar mbi 20 filma artistik. Për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në kinematografinë shqiptare, Milkani u nderua me tituj dhe çmime të shumta, përfshirë titullin Artist i Popullit më 1987, si dhe medaljen Ambasadori i Filmit Shqiptar nga Ministria e Kulturës e Shqipërisë.